Shefja e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Kaja Kallas e ka cilësuar formimin e qeverisë së re të Kosovës si një zhvillim inkurajues pas më shumë se një vit bllokimi politik. Në një postim në rrjetin social X, Kallas uroi kryeministrin Kurti, duke thënë se ky është një moment i ri për të avancuar marrëdhëniet mes BE-s dhe Kosovës, si dhe dialogun ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës. Gjithashtu zëvendës presidenti e Komisionit Evropian thekson se ky është momenti për të avancuar marrëdhëniet BE-Kosovë dhe dialogun Beograd-Prishtinë. Kallas shpreh ndër të tjera dhe gatishmërinë për të organizuar një takim të nivelit të lartë. Nga ana tjetër dhe presidenti Bajram Begaj ka uruar kryeministrin e Kosovës Albin Kurti për mandatin e riqeverisës. Në një postim në Facebook, Begaj shpreh urimet për sukses në drejtimin e qeverisë dhe në avancimin e progresit, zhvillimit dhe mirëqenies së qytetarëve të Kosovës. Kuvendi i Kosovës u konstitua mbrëmjen e dieshme Albulena Axhiu, e cila ishte propozimi i vetëvendosjes për kryetarët e kuvendit, arriti të marrë votbesimin e deputetëve, morën dhe emrat e propozuar për nënkryetar të kuvendit.